Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj reagon pas përfundimit të procesit zgjedhor, si dhe numërimit të votave. Në një status në rrjetet sociale, Leskaj shprehet përdorimi i institucioneve shtetërore si makineri elektorale dhe kthimi i tyre në vatra patronazhimi ishin mjeti me të cilin sekti në pushtet kontrolloi procesin zgjedhor. Këtë makineri elektorale është vendosën edhe në diaspor, kryesisht në Greqi dhe zonat të veçanta të Italisë, ku punonjës në niveleve drejtuese prej 3 muajsh kishin braktisur shërbimin ndaj qytetarëve në institucionet ku janë titullar dhe vazhduan pa ndërprer patronazhimin e votës në diaspor, duke bler e tjetërsuar vullnetin e bashkëqytetarëve tanë atje me anën e makinacioneve dhe skemave të pisa të masakrimit të votës së lirë. Ky proces u përdos nga Edi Rama dhe sekti i tij, sepse frika që sekti ndjente ishte e madhe, duke bërë që të përdorte çdo mjet të nevojshëm me qëllim devijimin e tjetërsimin e votës së diasporës. Pas hapjes së kutive të diasporës, veçanërisht ato nga shteti i Greqisë, por edhe nga zonat të saktuara të Italisë, ku administrata patronazhiste ka qenë prezente këto 3 muaj, faktet po flasin qartë, thot Leskaj. Ai vijon më tej duke theksuar se kurse nuk mund të ndodhi që në çdo kuti ndarja e votave të jetë prermethyk, duke thyer çdo logjik matematikore e statistikore. Ky është treguesi i qartë i së njëjtës dorë, dora e deformimit dhe kryerjes së kësaj maskarade elektorale. Shkelje flagrante që dëshmojnë manipulimet e sektit në pushtet. Këta tregues nuk tregojnë vullnetin e bashkëqytetarëve tanë në diaspor, por vullnetin e deformimit dhe maskaradës elektorale. Me mbylljen e kutive të qytetit të Vlorës, u krijua idea e një rezultati tradicional në përkthimin e votave të qytetarëve në mandate deputetësh. Përdorimi i resurseve shtetërore dhe i administratës në tërësi, hedhja e asfaltëve elektoral këto muaj, nxitja e investimeve lokale, patronazhimi, vendet e punës, për të cilat Partia Demokratike e Vlorës dhe Selenisës kanë depozituar kallëzime penale pranë prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, bën që të grabitej mandati i 5 i Partisë Demokratike në Vlorë, i cili ishte dhe objektivi real i arritshëm i Partisë Demokratike në këtë qark. Nga ana tjetër, pangopsia dhe zhvillimi i maskaradës elektorale përtej kufirit, ku administrata ka qenë instaluar për muaj me radhë, kryesisht Greqi dhe Itali, i hoqën Partisë Demokratike në qarkun Vlorë mandatin e 4. Nëse në qarkun e Vlorës kishte një trend të përcaktuar të përqindjes së votave, në kutitë e diasporës vjen re shifra të çuditshme. Partia Demokratike 7%, Partia Socialiste 85%, Partia Demokratike 10%, Partia Socialiste 85%. E në pothuajse të gjitha kutit, Partia Demokratike nuk i ka kaluar 15%, ndërsa Partia Socialiste ka të njëjtin trend prej 85%-sh, që lëhihet dyshimi lidhur me procesin e votimit. Si për të mos mjaftuar shkelja flagrante e ligjit lidhur me nënkontraktimin e një pale të tretë për mbledhjen e zarfave të Greqisë, u vure se proces verbale të Komisionit Qendror Zgjedhor në pothuajse të gjitha kutitë e diasporës ka një rezultat të pazakont. Partia Socialiste arrin në shifra deri në 90%, edhe nga konsultimi në faqen zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhor, vihet re një mospërputhje në lidhje me numrin e zarfave të raportuar, si të mbërritur në zyrat postare dhe atyre të numëruar në qendrën e numërimit për diasporën. Konkretisht në qarku Vlorë ishin deklaruar 15.933 zarfa, ndërsa pas numërimit rezultuan 16.322 të tillë, një diferencë prej 389 zarfash më shumë. Procesi zgjedhor u masakrua nga Edi Rama. Ky proces u kompromentua, vullneti i qytetarëve brenda dhe jashtë vendit u përdos. Këto përdosje kishin një qëllim nga sekti Rama, humbjen e mandateve të Partisë Demokratike dhe përdosjen e vullnetit të qytetarëve. Bazuar në sa më sipër, ne si drejtues të fushatës së Partisë Demokratike do të duhet të zhvillojmë analiza të thella dhe duhet të mbajmë përgjegjësitë e duhura përpara demokratëve. Partia Demokratike dhe ne si deputet duhet të ishim treguar të kujdesshëm në miratimin e kodit zgjedhor, veçanërisht për mbrojtjen dhe sigurinë e votës së diasporës, për të cilën duhet të kishim marrë masat e ruajtjes dhe sigurimit të kësaj vote. Qytetarët do të reagojnë, bashkëqytetarët tanë në diasporë do të reagojnë, sepse duket qartë se nuk po lexohet vullneti i tyre real. Partia Demokratike ka denoncuar dhe do të vazhdojë denoncimin e kësaj maskarade të faktuar tashmë edhe nga numëruesit tanë, të cilët me guxim po vazhdojnë me numërimin edhe po nxjerrin qindra prova që zhbojnë këtë farsë elektorale. Sot detyra numër 1 për çdo demokrat është denoncimi dhe kundërvënia ndaj sektit Rama për këtë proces zgjedhor të manipuluar. Është humbur një betejë, por lufta për votën e lirë vazhdon. Demokracia, populli do të fitojë, përfundon Leskaj.